që ta japë njemën, sepse do ta dëmtoja pikërisht atë që do ta përmendja. Unë po thëmë, kush është për ta i pranueshëm, për ndryshe, zote Krasniqi, për që e mojnë mengë kështu për këtynët politikës, është politikani ma jo arrogant që ka pas skena politike nëjherë. Politikani më jo arrogant. As nuk sillet keq, me kërkon, ju përgjigjet medjave, flet normal, sikur këtu në këtë rast. Gjithë tjerët janë më arrogant se sa zoti Krasniqi. Në fakt, kishte aty edhe një pyetje që ishte pra ata përdori nuk i pëlqej, apo u e çuditje zotin Krasniqi, por ishte apo a jeni takuar për të bërë koalicion dhe sërish u përgjigj në një formë jo arrogante nëse do ta përdori shprehjen. Që e moj kategorikisht edhe kjo është mirë, po unë mendoj që kjo ping-pong që bën zoti Krasniqi edhe është në rregull politikisht, ai e din që këtë kërkesë nuk e plotson kurti, edhe ky e bën qëllimisht se e di që s'ka kthim mbrapa. Pra kjo është ideja që politikisht me mund ose në diskurs publik me dominu kurtin. Na jemi të gatshëm, po ky se bën, sepse kërkesa vjen për një pozicioni që e dim që nuk realizohet. Prandaj këto shfrytëzon mirë zoti Krasniqi, politikan profesionist, në rregull, edhe keq del kurti. Unë jemi gatshëm, po ti si e gati edhe normal që në fund fiton faena. Se vazhdojmë emisionin edhe një orë, do të thëni se ka bërë shumë mirë se ka shkuar, pra. Jo, na dasim për deklaratën, që ka shkuar kon skandal edhe rezultati i këtij takimit. Po për takimin se duke folur. Kishte asgjë, kishte asnjë propozim të ri. Po mirë që shkoj, sepse kjo ka efekt më shumë, tash deklarimi i tij pas kësaj. Jo, ke shumë mi bën dhe i ka bën para 8 seancave, apo kupton? Çfarë situate kemi ardhur? Na kemi ardhur në situatën kur nuk po flasim ma për nevojën me pas institucione, po kujt ka me alëshu. Lojës këto jetë shteti. Ajo niveli i partive tona. Ky ka me qitë këto keq, a i ka me qitë këto keq, i falu të propagandistike, është punë e ty në hishë. Mund të ishme i hu për ditë vota. Frika ime është që, vetë vendosje, frika ime është që kërkesa e vazhdueshme për një propozim të ri dhe imagjinojeni nëse ata propozojnë për shembull Mimoza Kusarin, Donika Gërvallën. Frika ime është kjo. Se po bëni me kokë? Po dëgjoni, nëse që ato figura, ato janë plotësisht papranueshme. Unë në fakt unë mendoj që bashkë Mimoza Kusari është unifikuese për të qenë kryetare e kuvendit. Jo mos është se e kam për një me. Me krejt ka qenë, asnjë s'kan arsye mos me votu. Ka qenë me PDK, ka qenë me LDK, ka qenë me Ilirin, ka qenë me listën sërbe, ka qenë me AKN, me krejt. Pse duhet mos me votu Mimoza Kusari Lilën? Menaj që mas miri për fatësa. Se nuk po e kandidojnë, prandaj se votojnë. Përse se kandidojnë, është mua betë jo, po flas në frymin e kësaj që tha, inshallah se kandidojnë se shumë keq. Jo së shumë keq, për shumë mirë. Do të votohet, do të kishë mirë që dhe matutje. Besoj që... Sepse lëvizja vetë vendosje duke e parë më krejt po e dimne, është haptas që nuk i ka votat për qeveri dhe mundohet të bëj këtë zvaritje, ndoshta dhe gjenjë një kandidat që e din që se ka mbështetjen për të shkuar në zvaritje. Thot, ja, unë e propozova tash dikën tjetër. Gjani, kjo është loja që po e bënë. Asi këmë folë mas pak ti. Nuk e di aty tash Albana ka matë. Na po qeshim edhe pak shaka dhe është këthy pak në tragikomedi, po kjo veç është tragedi edhe nuk është komedi fare. E kemi shtetin ma të varfën në Evropë, me shëndetësin ma dopt, me arsimin ma dopt në Evropë, edhe s'kemi qeveri. Kjo kishte me qenë... Patëm 4 vjetë, kjo kishte me qenë normalen, nashta me pas luft politike në Belgjikë dhe në Danimarkë dhe në Suedi, po në Kosovë gjithë sekund që s'kemi qeveri është të dëmshme. Dikush pi... Kajtazi po thot ku me marë, mos kemi qeveri, nuk pajtona. Shumica e vendime e qeverisë janë dëmshme. Kosova duhet me pas qeveri. Po pësojnë për i dëdome. Kosova duhet me pas qeveri, Kosova duhet me pas institucione, Kosova duhet me jetë për para nëse dojna me pas në arështet normal, edhe mos më konë të fundit në gjithë shka në Evropë, më konë spakut para fundit. Këto ditë që na të i hup, mas shumë të i hup populle, mas pak të njerëzit që janë të e bloku këtë vend. Kështu që në kushte normale ishtë dash me qenë shumë ma ta grivum na si popull dhe me pas pajtona me zonë Magbule protesta, blokadat parlamentit, gjana shumë ma radikale, po ndështë edhe këtë... Dilnit ju në protest? Pa tjetër, po nesër kësha me dalë protest nësë është